Zoti Meqa, nëse ky autorizim miratohet, a do të shënoj kjo një pikë these në luftën kundër korrupsionit të një niveli të lartë? Jo, pikë kthesës është. Pikë kthesës është, por ajo që mua më shqetëson nuk është pikë kthesës. Mua më shqetëson fakti që SPAK-u është bërë instrument që po godet vetëm ligja qeveritare dhe po amniston gjithë vjedhjen e bërë nga 2005 a 2009 e 2013. Nuk shqetësoheni për këtë gjë. Dhe mua më shqetëson fakti që njerëzit e korruptuar, të etiketuar të korruptuar, se ja po jap një shembull unë dhe Erion Velia është sot në burg, sepse ajo Lazoza ka përfituar, pretenduar, po i them, ka përfituar nëpërmjet politikës Erion Velis në OJF-t e saj nga investimet të bëra nga persona që kanë përfituar nga Velia. Okej? Ky është pretendimi. Besoj e dini që është ky. E qartë. Nuk shoh ndonjë gjë. Më dëgjon? Po, ju dëgjoj, e qartë, citova pak më herët. Tani unë po marr një fakt që është publik, që është shumë publik. Zonja Liri Belisha është drejtuese e një OJF-je, çka të bëj me këta të smurët me çrregullime mendore në ditën time. Është publike tashmë që po them unë Taçi Oil, Rezar Taçi ka blerë një pikturë idiote 100.000 euro dhe ka financuar Liri Belishën me 100.000 euro ku Taçi Oil nuk është gjë tjetër veç se personi i zgjidhur nga Sali Berisha për të shkatëruar industrinë e naftës në Shqipëri. Nuk përbën fakt serioz ky, që ka të bëjë jo vetëm me vjedhje, por ka të bëjë edhe me probleme serioze të sigurisë kombëtare në Shqipëri, se e shkatëruar gjithë industrinë e naftës nëpërmjet një personi që e vendosi Sali Berisha dhe që shkatëroi totalisht edhe uzinën e naftës në Ballsh dhe burimet e naftës në atë territor. A e dini që financues i këtij aktiviteti ka qenë edhe një person tjetër, një Tartari që ishte bashkëjetuesi i Albana Vokshit dhe që është shkaktari kryesor i shkatërimit të zonës naftmbajtëse të Cakrënit në Ballsh. E këto ka të bëjnë me sigurinë kombëtare. Këto nuk i shef SPAK-u. Jemi në ditë ngjarje, jemi brenda jurisdiksionit SPAK-ut, jemi në vepra që nuk janë parashkruara. Dhe këtu nuk i shef SPAK-u. Por SPAK-u çfarë ka bërë objektiv vetëm të godas vetëm qeverinë. Ka goditur të parën, të dytën, të dhjetën. Dhe për mua unë kam thënë, gjithë tentativa për të prodhuar i dresi të hapur për mbyllur gojën ka bërë që revanshi i SPAK-ut të bëj goditje që ne nuk i dim tani po fillojmë të futemi te provat për të kuptuar çfarë po ndodh. Se unë mund t'i kthehem edhe Beqës, unë mund t'i kthehem edhe Tahirit tashmë, se tani po shoh që po manipulohen, po prodhojnë prova të cilat nuk janë prova. Që deri dje ne i kemi kaluar me qetësi dhe kemi thënë SPAK-u. Por tashmë kur veprimi i SPAK-ut përbën lishmëri dhe kur e shohim që SPAK-u në vetvete po është kthyer një instrument i një anshëm në politik, është kthyer një material ofrues për Berishën, që është personi i cili tashmë nuk duhet të diskutonte fare në politikën shqiptare. Atëherë po vazhdo të më lidh dyshimi dhe po më shtohet dyshimi që nuk kemi në kushtet e një institucioni të pavarur, por jemi në kushtet i cili po përdor ligjin për të bërë palë në politikë. Dhe në të kuadër, ai që goditet është absolutisht qeveria. Ai që goditet është Partia Socialiste. Dhe tashmë unë po vend dyshim vërtetësinë e goditjeve, sepse konkluzionet e mia që sapo i thash më nxjerrin në përgjigje të asaj që ju me drejt thatë. A e vërteton gjë të tillë? Jo, nuk e vërteton, them. Nuk e vërteton sepse nuk kemi në kushtet luftës kundër korrupsionit, që natyrisht unë do ta quaja të mirëqen kur të kisha provat në dorë, si kam provat në dorë, nuk i kam provat në dorë as për Erion Velin, jam ngritur për mbrojtjen e Erion Velin sepse nuk ka prova për Erion Velin, dhe nuk ka prova, po ka deformim provash, po në mënyrë posaçme tani me Ballukun, në qoftë se ju në media shqiptare gjeni një provë përveç zbardhjes të telefonave, unë të riqet dhe nuk flas as edhe një herë. Nuk ka absolutisht asnjë provë deri tani. Ndërkohë kur politika është mbushur me përdorim politik të çështjes, dhe kjo nuk quhet luftë kundër korrupsionit pastaj. Kjo quhet përdorimi i instrumenti ligjor për të bërë faktor të politik dhe për të vendosur disnivele
në luftën politike. Pra, mendota një qeveria i vë opozitës dispozicion spakun dhe përmes spakun luftën kundër saj. Kjo nuk funksionon, kjo nuk qëtë luftë kundër korrupsionit. Kjo nuk është luftë kundër korrupsionit, zotëri. Sepse po prodhohet një precedent i rrezikshëm tashmë, kur një pushtet, që unë e quaj korporata e gjyqtarëve dhe e prokurorëve, po del mbi politikën, po vendoset në dispozicion të njashme të politikës dhe po e deformon sistemin. Dhe për mua deformimi i sistemit është shumë i rëndë se sa vetë korrupsioni. Sepse çdo sistemi deformuar që prodhon pushtete të cilat te kalojnë kompetencat e veta dhe vendosen pastaj në mënyrë të njashme të politikës, ky është më i rrezikshëm se sa korrupsioni. Se korrupsioni këtë ambient kërkon, sepse ky lloj sistemi e furnizon korrupsionin dhe e amniston pastaj korrupsionin. Dhe për mua ky është problemi që ka Shqipëria. Nuk ka Belinda Ballukun problem Shqipëria në këtë moment. Thash ka Belinda Ballukun, po ka dhe Sali Berishën, i cili në 20 janar ka bërë vrasje, i cili me rrugën e Kombit ka vjedhur popullin shqiptar 600 milion. Dhe me procedurat të tenderimit të asaj periudhe ka vjedhur 120 milion në rrugë dhe 40 milion në usjersa. Dhe këto unë i kam bërë denoncime me forma me prove fakte në 2006. Në 2006. E kupton kur ishte Berisha në 2006, ishte në kulmin e pushtetit. Në kulmin e pushtetit. Dhe atëherë i kam thënë zotëri, dhe mendon tani nga 2006 deri në 2013 Berisha jo vetëm e shtoi, po e shumë fishoi korrupsionin e vet. E spakurin hije. Un kam prova edhe për mënyrën se si u ndërtua gjithë rruga nga Rogozhina deri në Elbasan. Unë di që u bën 6 lote dhe 6 lotet nuk u shpërdan për t'i bërë gjithë firmat e ndërtimit, po ja dhanë në dispozicion vetëm një kompanie. Mbaron të lotit e parë, bllokoheshin tjerat, pastaj vazhdon të loti 2 të merr të njëjta kompani dhe nuk ishte fare tenderim. Fare tenderim. Pra mendo tani jemi në kushtet ku gjithë veprat janë kryer pa pikë tenderimi dhe për këtë nuk ka asnjë lloj hetimi dhe po merremi me kushtet tashmë ku tenderimi bëhet, por që thuhet, pretendohet që tenderimi është i deformuar, po e quaj në këtë moment. Se ndryrja në tenderim është, nuk kemi kushtet e mismarrjes, nuk kemi në kushtet e korrupsionit, nuk kemi në kushtet e shpërdorimit të detyrës, ta kuptojmë deri tani. Deri tani vepra penale është ndryrje në barazi tendrash. Nuk është vepër penale ndryrje në barazi tendrash, nuk është korrupsion. E qartë. Shtatimi në thelb. Korrupsioni lidhet me mitmarrje, mitzënie, me deformim të proceseve. Dhe mbi gjitha pastaja dhe me fshehje pasurie, me radhë, me shpërdorim detyre, asnjëra nga këto vepra nuk janë këtu, është vetëm barazian tender. E qartë, zoti Meçaj. Zoti Meçaj, ne kemi shkuar drejt fundit të intervistës, por desha t'ju bëj edhe një pyetje të fundit, ju lutem. Ju si e parashikoni protestën ditën e hënë? Tani, protesta ditën e hënë, ju keni drejt, praktikisht protesta e ditës së hënë, siç edhe aktiviteti i djeshëm në Parlamenti i Berishës lidhen absolutisht me mbledhjen e Këshillit Kombëtar. Nuk e di nëse ndoqet mbledhjen e Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike para 3 ditësh, dhe pretendimi i Berishës për të bërë një rezistencë të qëndrueshme, ku do të qëndrojë në shesh 3 ditë dhe pastaj do të kalojë edhe në përshkallëzim, u pa që nuk ishte real. Pra u pa që Partia Demokratike është e paaftë të organizojë skema të tilla dhe në kuadër të deformimit dhe të ndryshimit dhe të kuptimit ndan e Berishës që nuk ka njerëz për të bërë këtë lloj rezistencë që ai e do dhe për të po bën namin, atëherë bëri atë veprimin e tjeshëm për të rritur adrenalinën. Kësaj adrenaline në këtë moment i shtohet edhe vendimi i Spakut, 2 vendimet Spakut, të cilat ju vunë në dispozicion Berishës. Pra Berisha tashmë nuk futet më në tregun e protestës me përkatësinë e vet politike, si një parti e cila prodhon shpresë tjera, por futet si një protestues kundër korrupsionit tashmë të zbardhur nga ana e Spakut. Në fakt është vetëm akuzë, nuk është zbardhur as edhe një gjë, po gjithsesi në interpretimin politik ajo quhet vjedhje dhe është mbyllur si vjedhje. Në këto kushte, ne do kemi një protestë e cila potencialisht do të mbledh si rregull edhe personat të cilët kanë një farë reagimi ndaj korrupsionit të pa ndëshkuar. Kështu që
gjykoi që përmasat e protestës si rregull duhet të jenë të mëdha referuar protestave që bën PD-ja. Por ndërkohë kemi edhe një ballafaqim tjetër në opinionin publik që të gjithë nuk mund të investojnë për Sali Berishën. Pra, dhe ata që janë të pakënaqur, dhe ata që shprehin revolt në mënyrën se si është administruar prona e tyre, pra ta pretendojmë të administruar keq, përsëri ballafaqohen me një fakt tjetër, sepse investimi për Berishën është investim për shkatrimin e Shqipërisë. Do të thënë, e keqja Berisha është shumë herë më e madhe sa e keqja Belinda. Dhe këtë qytetari i Shqipërisë e ka si perceptiv dhe e di mjaft mirë. Kështu që çfarëdo instrumenti të përdor Berisha, qoftë to me spakun, qoftë to pas spakun, qoftë me alucinacionet e tij që prodhon ngjarje, prodhon prova që vetëm ai di si i prodhon, të gjitha këto raste nuk kanë për ta nxjerrë protestën në atë përmbas që ai pretendon, dhe protesta do të jetë një lloj siç të jenë gjitha protestat e tjera. Unë nuk kam ndonjë pritshmëri që të jetë në një protestë e madhe, sepse tash më tepër sa korrupsioni, besueshmëria ndaj Berishës është armiku i Berishës. Shpresa që mund të ofrojë Berisha është armiku i Berishës. Berisha dhe Partia Demokratike e tij ose sekti berishian që ka uzurpuar Partinë Demokratike lexohet nga të gjithë si rrezik kombëtar, nuk lexohet më si shpresë. Dhe për sa kohë që nuk lexohet si shpresë, qytetari i Republikës së Shqipërisë nuk mund ta mbështesë. Në momentin kur prodhohet shpresë, ju shihni sot kishim 2 protesta njëra pas tjetrës, tani vetëm rrethi familjar dhe në protestë të këtyre personave të cilët bën zhurmë të madhe, të them unë. Zhurmën e madhe bëjnë ata sepse edhe një person të jetë kur gjithë mediat janë prezente dhe ai del me opsionin e tij në mënyrë posaçme kundër qeverisë, absolutisht mediat e japin. Dhe fakti që japin mediat do të thonë e prodhojnë zhurmën. Dhe dihet që media artikulon gjithmonë ekstremin e qëndrimit, kjo është normale, nuk ka ndonjë gjë të keqe, por nuk është zgjidhja. Se këtë duhet diskutojmë, është zgjidhja apo nuk është zgjidhje? Pra, a është një proces i cili na shpihet drejt një ndryshimi apo thjesht jemi në protestë e radhës? Unë mendoj që protesta e Berishës në kushtet kur është personi më i pabesueshëm sot në Shqipëri, kur në perceptimin e qytetarëve të Shqipërisë është problemi më serioz që ka sot Shqipëria, përpos pjesës së korrupsionit që ai do të goditet, dhe nuk e diskutoj fare ndjetim, qytetari i Shqipërisë nuk investon për Berishën. E qartë. Zoti Arben Meçaj, unë ju falenderoj që ishit i pranishëm ditën e sotme në intervistën e ditës këtu në Dritare Televizion në emisionin Intervista e ditës. Faleminderit zoti Meçaj. Faleminderit edhe ty. Të nderuar shikues, kemi ardhur në fund të intervistës së ditës për ditën e sotme ku kishte në një lidhje të drejtpërdrejt zotin Arben Meçaj. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe mbashkë ne do të takojmë në emisionin e ardhshëm. Deri atëherë, mirupafshim. Qëndroni në Dritare